Një nga goditjet më të mëdha ndaj mashtrimit ndërkombëtar përmes call centerave ka marrë një vendim të prerë nga Gjykata e Posaçme Antikorrupsion. Dy drejtuesit e këtij aktiviteti kriminal, Jusel Mici dhe Mendion Domi, janë dënuar në total me 23 vite burg për akuzat e mashtrimit kompjuterik, krijimit të një grupi të strukturuar kriminal, pastrimit të produkteve të veprës penale dhe fshehje të pasurisë. Jusel Mici, konsideruar si një nga drejtuesit kryesor të skemës, u dënua me 12 vite burg, po për shkak të pranimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi u reduktua në 8 vite. Po ashtu, Mendim Domi mori një dënim fillestar për 11 vitesh, i cili zbriti në 7 vite e 4 muaj pas aplikimit të njëjtit procedim. Të dy do të vuajnë dënimin në një burg të sigurisë së lartë për shkak të rrezikshmërisë së lartë që paraqesin sipas vlerësimit të trupës gjykuese. Gjatë hetimit të udhëhequra nga prokuroria e posaçme, u zbuluan dhe u sekuestruan pasuri të shumta të pandehurve dhe familjarëve të tyre. Gjykata ka urdhëruar konfiskimin e 14 pasurive të paluajtshme dhe 3 llogari bankare financiare, 3 apartamente, 7 prona të llojit R, si dhe 3 llogari bankare. Përveç tyre, janë konfiskuar dhe një sër objektesh të gjetura gjatë kontrolleve në banesa, për të cilën dyshohen se janë blerë me të ardhura kriminale. Skema mashtruese kishte në shënjesër shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilëve u prezantohej një mundësi e rreme investimi në letra me vlerë apo kriptovaluta. Viktimat bindeshin të transferonin shuma të konsiderueshme në llogari bankare të huaja, të menaxhuara nga shoqëri fiktive, me premtimin se do të merrin fitimet e larta. Menjëherë pas kalimit të shumave, parat zhdukeshin duke u konvertuar në kriptovaluta dhe u shpërndanin përmes një rrjeti ndërkombëtar të strukturave për pastrim parash. Sipas PAK, dëmi i dokumentuar deri më tani ka shifrën e 3 milion eurove, por vlerësohet se shuma e vërtet është shumë e lartë, pasi shumë prej viktimave të mashtrimit nuk kanë bërë kallëzim penal për humbjen e tyre. Ky rast u konsiderua një nga më komplekset në luftën kundër mashtrimit financiar dhe pastrimit të parave në bazë në Shqipëri, por me ndikim të gjerë ndërkombëtar.